Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e dytë të TBU Podcast. Unë jam Marsa, një nga moderatorët e këtij sezoni, dhe këtë episod do ta drejtoj së bashku me Aldon, të cilin e njohët një episod më parë. Sot do flasim për një rol shumë të veçantë në universitetin tonë dhe në çdo universitet. E ftuara jon nuk është thjesht përgjegjëse e këtij roli, por është një histori suksesi brenda universitetit, sepse ka mbaruar studimet bachelor dhe master këtu në TBU dhe sot është një pjesë kyçe e stafit. Do të flasim për rrugtimin e saj, për marrëdhënien që ka me studentët dhe për sfidat që roli i saj has në këtë universitet. Si edhe për lançimin më interesant që TBU bëri këtë vit. Julia, përshëndetje. Përshëndetje Aldo dhe Arsa, faleminderit për ftesën. Atëherë, do doja ta nisja me diçka që më frymëzon si studente. Të shoh dikë që ka qenë në të njëjtat auditore dhe sot është pjesë drejtuese e stafit. Kjo do të thotë që TBU nuk është thjesht një universitet ku vim për të studiuar, por një vend ku ne rritemi dhe zhvillojmë karrierën tonë. Dhe pikërisht për këtë, do doja të dini më shumë për ty. Si e prezanton veten Julia ata që nuk të njohin? Siç e thatë dhe ju më parë, unë mbaj rolin e drejtueses për zyrën e karrierës dhe pranimeve në TBU, por gjithashtu kam dhe kënaqësinë që gjithmonë të them që jam studente dhe alumni i Tirana Business University për programin bachelor dhe master që kam ndjekur këtu. Duke qenë se ke qenë vetë studente këtu në TBU, sa ndikon në rolin tënd sot? Fakti që kam qenë studente në TBU më ndihmon shumë që të prezantoj TBU-n tek studentët e rinj, sepse njoh të gjitha etapat e kalimit të rritjes së një studenti këtu, që në vitin e parë studimeve, angazhimi me praktika, ndjekja e programeve të ndryshme që ofron TBU-ja, si dhe kalimi tek cikli master. A ka një pedagog ose një eksperiencë që ty të ka ndikuar profesionalisht? Pedagogët pa përjashtim të gjithë. Secili ka tipologjinë e vet, secili ka komunikimin e vet që gjithmonë na bënin të dilnim nga zona jone e rehatisë, por një përvojë që do e specifikoja që më ka ndihmuar më shumë të rritem është internshipi dhe punësimi i parë në Neptun. Dhe aty kuptova se sa e ndryshme është bota e biznesit dhe punës nga bota e studimeve. Patjetër që bota e studimeve të sjell gjithë formimin, të rrit ty si student, por pjesa tjetër të formon ty si individ. Dhe këtë e quaj një nga përvojat më të vlefshme që më ka bërë dhe të motivohem më shumë që të vazhdoj dhe punësimin tim të mëtejshëm. Julia, tani dua të kalojmë te një pjesë tjetër. Shpesh studentët shohin vetëm pjesën sipërfaqësore të regjistrimeve dhe nuk e dinë se çfarë ndodh brapa kuintave. Për këtë dua të di konkretisht se cili është roli kryesor që luan zyra e pranimeve dhe regjistrimeve. Roli kryesor që ka zyra është këshillimi i karrierës. Pra të gjithë nxënësit, maturantët që vinë dhe interesohen për programet e studimit të TBU, zyra, pika e parë që ndjek është këshillimi i programit të studimit që i përshtatet më shumë studentit, dhe më pas ndjekja e regjistrimit apo gjithë proceseve që duhen. Unë Julia, mbaj mend kur erdha për herë të parë fare këtu në TBU. Për gjithë ata që nuk e din, Julia ka qenë personi i parë fare që kam parë në këtë institucion. Roli i zyrës ky është kontakti i parë me studentin. Kishte një lloj korrektësie, një lloj qetësie, një lloj, nuk e di, atë ta them anglisht welcoming, që je shumë mikpritse. Kjo mua më pëlqeu shumë tek ty, por do të bëj një pyetje që kam më shumë personale, domethënë që kush është pjesa më sfiduese e punës tënde këtu në TBU? Unë këtë quaj orientimin për programin e studimit që duhet ndjeki një student. Sepse kjo është një nga zgjidhjet më të rëndësishme që bëjnë studentët. Dhe kjo edhe për mua ka qenë një nga më të rëndësishmet. Kështu që në rastin që një student nuk ndjek profilin që i përshtatet, nuk ndjek profilin që e ndihmon atë që të zhvillohet më vonë, unë këtë e quaj sfiduese. Pra, një student duhet jetë sa më i qartë për zgjedhjen që duhet bëj dhe sa më i sigurt dhe i bindur që ky është profili që atij i përshtatet. Dhe kam vëre që Julia ka një lloj precizioni edhe shumë saktësi të lartë, se e kam dëgjuar edhe në rastet e tjera kur flet me studentë dhe në të përditshme, domethënë kur rastisim, dhe nuk e di, komplimente për aftësitë tua të punës. Faleminderit. Duke ju referuar edhe asaj që tha Aldo, edhe unë personalisht e kam vënë se sa shumë dikon impakti i parë. Ti jep ose siguri ose pasiguri. Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse zyra juaj ka një rol më të madh se sa thjesht administrativ. Unë ju kam parë si drejtuese ose jam drejtuar te ju për shumë gjëra që më janë dashur.
A ndodh që studentët ju shohin si mentore? Ka raste që zyra është kontakti i parë për çdo problematikë që kanë studentët, dhe pse ne kemi këshilluesit akademik, por ndikon kontakti i parë që kemi pasur që në momentin e regjistrimit. Dhe për vendime të ndryshme që marrin, për problematika të ndryshme që marrin, ata drejtohen tek zyra. Dhe nuk mund ta quaj mentor, por e quaj si një zyrë të rëndësishme që ndikon dhe tek zgjedhjet e studentëve. Duke marrë parasysh Julia që keni maturi dhe një eksperiencë që vështirë se e gjën në kohët e sotme vërdall, kush janë ajo paketa e këshillave që ti i jepni studentëve vitit të parë? Ja kam thënë që në momentin e parë që vinë, që të paktën të BU-ja krijon mundësi. Krijon mundësi dhe studenti nuk duhet të ketë frikë që t'i përdori këtë mundësi. Edhe në rastin se dështon dhe në rastin se bën gabime. Pra, çdo gjë që na vjen, ne duhet ta përdorim. Po, e zëm Kjo është më kryesorja. E zëm se kur po na shikon një nxënës, një maturant këtë podcast dhe është i pavendosur për universitetin që ai maturant do të shkojë. Pse duhet të zgjedhë të BU-n? Në rastin që maturantët janë të fokusuar në fushën e teknologjisë ose biznesit, unë sugjeroj të BU-n e para nga përvoja ime, sepse është i vetmi universitet që ka aksesin më të madh në industri. Dhe për të mësuar dhe për të qenë i mirë në këto dy fusha, patjetër duhet bësh praktik. Patjetër pjesa akademike është e rëndësishme, por praktika është pjesa tjetër që plotëson formimin. Pjesa më e madhe është praktika, domethënë. Po. Këtë vit të BU ka lançuar një gjë shumë interesante që edhe unë si maturant të vitin e kaluar do doja ta kisha kapur. Grantet për studentët me talente. Julia, si lindi kjo ide? Cilat talente përfshihen edhe si mund të aplikojnë studentët? Ne i quajmë grante për të gjithë, grante që përfshin të gjithë maturantët. Unë nisëm me këtë idenë, pasi ne në të BU kemi shumë studentë mirë. Studentë që mësojnë kanë dhe mesatarje shumë të mirë, po nga ana tjetër kemi dhe studentë që merren me aktivitete, kanë talente në sporte ose marrin pjesë në konkurse të ndryshme. Dhe duke nisur nga kjo, këto dy tipologji studentësh bëjnë një bashkësi shumë të shëndetshme universiteti. Dhe në bashkëpunim me Balfin Group menduam idenë e granteve. Pra, sipas mesatarës VKM që maturantët kanë dhe sipas talenteve apo aktiviteteve që kanë kryer në maturën shtetërore, ne vlerësojmë me bursa deri në 100%. Procesi i aplikimit është i thjeshtë, në website-in e Tirana Business University mund të plotësojnë të dhënat, emër mbi emër, mesataren deri në momentin që janë tani dhe programin që interesohen. Dhe do njoftohen nga zyra e pranimeve për të kryer dhe intervistën e tyre. I gjithë vlerësimi bëhet me anë të 4 komponenteve. E para që është mesatarja VKM, e dyta është motivimi dhe vizioni i karrierës që kanë studentët, e treta është aktivitetet, pra talentet që maturantët kanë ose aktivitetet të ndryshme që kanë ndjekur gjatë gjimnazit dhe komunikimin në intervistë me stafin akademik. Këta 4 komponent vlerësohen me pikë dhe arrin në konkluzionin për grantin përkatës. Në vijim të kësaj, studentët ndoshta duan të dinë se si mund të aplikojnë për punën të BU, sepse Tirana Business University këtë ka unike, punësimin gjatë studimeve. Okej, një pikë tjetër që ndjek zyra është dhe zyra e karrierës. Pra, këshillimi i karrierës dhe komunikimet për mundësitë e punësimit. Zyra ka kontakte me gjithë kompanitë partnere që kemi mbi 200 kompani. Dhe të grupit Balfin, po edhe kompani të tjera që janë shumë të rëndësishme në tregun e punës. Komunikimet na vijnë nga burime njerëzore. Pra çdo pozicion vakant njoftohet zyra dhe zyra komunikon studentët sipas profilit, përkatës dhe kritereve të pozicionit punës. Këto njoftime komunikohen me tek studentët dhe për çdo aplikim interesim pastaj komunikohen tek kompania përkatëse. Për shembull, edhe unë internshipin tim të parë nga zyra e karrierës e kam njohur. Edhe unë internshimin tim të parë dhe shumë studentë të tjerë. Edhe kolegët që ne kemi në të BU, nga zyra e marketingut, nga zyra e financës dhe të sekretaria, po edhe nga stafi pedagogjik janë studentë të BU-s, alumni. Por edhe në kompani të grupit Balfin dhe në kompani të tjera janë studentët e të BU-s që i kanë rritur dhe emrin të BU-s nga njëra anë sepse performojnë shumë mirë atje. Dhe kompanitë drejtohen tek të BU për të kërkuar studentë të tjerë dhe staf
për pozicionet që ata kanë. Pra TBU-ja përpos cilësisë akademike që ka krijuar dhe një emër shumë të mirë nga studentët në tregun e punës. Pra janë studentët ata që arrisin emrin shkollës. Çfarë do të thotë për ju TBU, Julia? TBU-ja për mua është shumë e rëndësishme, sepse jam rritur si individ dhe nga ana profesionale, por vazhdoj rritem dhe çdo ditë në vijim. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme Julia që të kishim një njeri kaq korrekt këtu në TBU podcast. Do të thënë fytyra e parë që ne shikojmë sapo ju në universitet, kontakti i parë dhe do doja shumë që gjithë këto që fole, do të thënë të na dëgjoni që gjithë për të kuptuar se në çfarë ambientesh ne jemi, ç'a stafi kaq të kualifikuar TBU-ja ka dhe shpresoj që ky podcast dhe ky episod të jetë në vesh të çdo maturanti dhe në çdo studenti të mundshëm. Faleminderit. Faleminderit Aldo dhe Arsa, jeni shumë të mirë që të dy. Në këtë pjesë të dytë kam kënaqësinë të kem të ftuar pjesëtaren më të re të TBU. Përshëndetje, shumë faleminderit që pranove ftesën. Mund na tregosh pak se kush je dhe nga cili gjimnaz vjen? Përshëndetje, unë quhem Altea Beqaraj, maturante e gjimnazit Qemal Stafa, dhe së shpejti do të bashkohem Universitetit TBU. Çfarë të shtyu të zgjedhësh Tirana Business University për studimet e tua universitare? Zgjodha TBU sepse fokusohet shumë tek karriera e studentit, gjithashtu ka metoda praktike që lidhen me tregun e punës, si dhe mundësia për grant studimi më bëri që t'isha më e sigurt për vendimin tim. Kuptoj. Sipas mendimit tënd, çfarë veçonte TBU-n nga universitetet e tjera që ke konsideruar? Më pëlqeu fokusimi në përgatitjen për tregun e punës, si dhe mundësitë për eksperienca ndërkombëtare si Erasmus, që mendoj që është një vlerë e shtuar për universitetin. A mund të tregosh pak se si ishte procesi i aplikimit të grantit? A ishte një proces i thjeshtë apo sfidues? Faktikisht ishte shumë i thjeshtë, mjafton të klikoj në Google TBU, të hapje website-in e TBU-s, direkt të dilte grant, plotësova të dhënat, i dhash send dhe direkt më kontaktuan nga zyra që isha fituese e grantit. Kuptoj. Çfarë emocionesh ke ndjer kur mora vesh se fitove grantin 100% të studimit? Ishte një emocion shumë i bukur faktikisht, sepse besoj se çdo student do të ndjente një emocion shumë i bukur dhe do ishte i lumtur që do kishte një mbështetje nga universiteti që ai do të vazhdonte studimet. Patjetër. Çfarë të bëri që të aplikosh për TBU dhe për këtë grant? Me çfarë kam parë dhe kam dëgjuar, TBU i jep një mundësi çdo studenti që të shpalosi aftësitë e tij. Mendoj se është një mundësi shumë e mirë dhe për mua, që pse jo të shpalos ato aftësitë e mia dhe ato pikat e mira që un kam. Altea, çfarë pret më shumë nga vitet e studimit në TBU? Pres që të zhvillohem shumë si në mënyrën e të shprehurit, pasi e kam një pikë të fortë, të kem një zhvillim më të mirë në karrierën time dhe pse jo të zëj shoqëri të reja që besoj që do të ngelen ndër vite. Patjetër, shoqëria është nga pjesë më të bukura të universitetit dhe me të vërtet, ta them se student e këtë, që të ndihmon të zhvillohesh edhe ti si individ, por dhe gjithashtu dhe nga ana e studimeve. Me kaq sa e ke vizituar TBU-n, a ke patur mundësinë të flasësh me ndonjë pedagog apo me ndonjë student dhe a ka ndikuar kjo në vendimin tënd? Faktikisht nuk kam marrë pjesë në një panajir që është zhvilluar dhe aty kam patur mundësinë të takohem me disa student dhe pedagog dhe më bëri shumë përshtypje që shumë student ishin entuziast që të flisnin aq bukur dhe mirë për universitetin e tyre dhe shpresoj që këtë entuziazëm ta kem dhe unë vitin e ardhshëm. Si e shikon veten duke u bërë pjesë një komuniteti studentor ku karriera vendoset në qendër? Mendoj se është një mundësi e shkëlqyer për të shpalosur aftësitë e tua dhe fakti që ke një mbështetje edhe nga universiteti është diçka shumë e mirë për çdo student, pasi kush nuk do ta donte një mbështetje, po. Çfarë do të thojë maturantëve të tjerë që janë akoma në dilemë për zgjedhjen e universitetit? E di që është mjaft e vështirë, pasi kur ke shumë opsione, është ajo dilema se këtë zgjedh, kush është më i mirë. Por mendoj se TBU do të ishte zgjedhja e duhur, pasi siç tham dhe më parë, është një universitet që fokusohet shumë te karriera e çdo studenti dhe ka praktika pune, gjë që mendoj që është një vlerë e shtuar për çdo student.
Cilat janë pikat e tua target që ti do të arrish nëpërmjet TBU-s? Disa nga targetet e mia janë që të tregoj veten time në të gjitha dimensionet dhe të arrij që të shpalos talentet e mia dhe të jem sa më dobishme në universitet. Gjithashtu të jem pjesë e një nga 150 kompanive që TBU bashkëpunon. Alta, jam shumë kurioze të dis, tani po e mendoja që cila është ëndra jote? Ëndrat e mia janë disa, por mendoj që marrja pjesë në një nga këto 150 kompanitë që TBU bashkëpunon, do të ishte një shtysë e madhe për karrierën time të tej, pasi nëse do të më hape një nga këto dyer, besoj se do të ishte një trampolin për disa dyra më të mëdha më tutje. Kështu që mendoj që kjo është ëndra ime. Për të përmbyllur këtë intervistë shumë të këndshme, si do ta përshkruaje TBU vetëm me 3 fjalë? Mbështetje, mundësi, profesionalizëm. Shumë faleminderit që more pjesë në TBU podcast dhe gjithashtu të uroj shumë suksese në provimet e maturës dhe mezi pres që të dëshon në korridoret e TBU-s dhe që të arrish ëndrat e tua me sukses. Shumë faleminderit për ftesën dhe unë mezi pres që të vazhdoj studimet e mia universitare në TBU.